A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të dashur ndjekës të kanalit ton, jemi ritakuar sërish së bashku në mësimin e radhës. Do t'i kujtoj që mësimin e kaluar kemi marrë disa shembuj në lidhje me zgjatjen e kesras. Ndërsa ne sot do të marrim një mësim të ri që është tenvini kesra. Ashtu si që kishte tenvin en, ka edhe tenvin in. Tenvini en shkruhej dy viza, pra pjertas njëra pas tjetrës, sipër shkronjës, ndërsa tenvini in shkruhet poshtë shkronjës. Për më qartë shohim tek shembuj duke filluar nga shkronja e parë. Lexojmë in. In. Nuk e zgjasim. Pra, nëse tenvinin en e lexonim en shkurt, edhe tenvinin in e lexojmë shkurt. In. In. Vazhdojmë. Bin. Bin. Tin. Tin. Dhe jemi duke lexuar shkronjat e holla. Thin. Thin. Vazhdojmë. Gjin. Gjin. Vazhdojmë. Hin. Hin. Vazhdojmë. Din. Din. Dhin. Dhin. Vazhdojmë me ran. Rin. Rin. Për të vazhduar me zin. Zin. Sin. Sin. Pra shqiptohet sikurse është edhe e vetme, por këtu ka ardhur me kesra, pra e dy fishura mund të themi, që është tenvini in. Vazhdojmë. Shin. Shin. Edhe për këtë vlen e njëjta gjë. Rin. Rin. Vazhdojmë. Fin. Fin. Kin. Kin. Vazhdojmë. Lin. Lin. Vazhdojmë me mimin. Min. Min. Nin. Nin. Vazhdojmë. Hin. Hin. Pra, është ndryshe nga hëja, që ne e pam pak më lartë, kjo vjen më nga brenda pra. Hin. Hin. Win. Win. Dhe e fundit, yin. Yin. Vazhdojmë tashmë me shkronjat e trasha. Ti shohim se si pra lexohen me tenvinin in. Khin. Khin. Ghin. Ghin. Qin. Qin. Sin. Sin. Bin. Bin. Tin. Tin. Vazhdojmë me shkronjën e fundit, që është prej shkronjave të trasha. Lin. Lin. Pra, kështu lexohen shkronjat e vetme kur vijnë me tenvinin in. Le të shohim së bashku se si lexohen duke bërë edhe pra krahasimet. Shohim së bashku se si lexohet shkronjat e holla më pas të trashat me zanoren i, kesra, me zanoren i të zgjatur, që realizohen nëpërmjet shenjës tërheqëse poshtë shkronjës, e shoqëruar pra me jën që vinte e pa shënjuar, dhe lexojmë edhe tenvinin in. Atëhere, e lexojmë të parën i, shumë shkurt, i,
I, in. Vazhdojmë me bën bi, bin. Ti, tin. Thi, thin. Vazhdojmë me gjimin gji, gjin. Vazhdojmë hi, hin. Di, din. Dhi, dhin. Pra, si që e shini, zgjasim vetëm pra zanoren kesra që ka ardhur një shenjë pra viza tërhese dhe jeja ri, rin. Zi, zin. Vazhdojmë me sinin. Si, sin. Shi, shin. Ri, rin. Vazhdojmë me fan. Fi, fin. Me kafin. Ki, kin. Vazhdojmë me lamin. Li, lin. Me mimin. Mi, min. Ni, nin. Hi, hin. Vazhdojmë me wawin. Wi, win. Dhe e fundit prej shkronjave të holla ji, jin. Le të shohim së bashku se si i lexojmë pra duke bërë krahasimin e shkronjave tashmë të trasha pra me zanoren kesra, me i, me zgjatësën e kesras, e cila realizohej me vizën tërheqëse poshtë dhe me jën, po jo gjithmonë vinte jëja e pashënjuar, më pas për ta lexuar me tenvinin in. Vazhdojmë. Khi, hin. Ri, rin. Qi, qidn. Si, sin. Vazhdojmë me dadin. Di, din. Ti, tin. Dhe e fundit dhin. Këto ishin pra shkronjat e holla dhe të trasha dhe ne bëm krahasimen se si lexohet pra zanorja kesra, e cila ishte një vizë që vendosej pjertas poshtë shkronjës gjithmonë dhe morëm zgjatësen që realizoi pra me vizën tërheqëse poshtë dhe me jën që nganjëherë vinte dhe jo e pashënuar dhe krahasuam edhe se si lexohet me tenvinin in që ishte 2 pra viza dhe vinte gjithmonë poshtë shkronjës. Tani pa humbur kohë, vjojmë me ushtrimet që ne kemi përzgjedhur për sa i përket fjalëve që janë me tenvinin n. Atëherë, shohim shembullin e parë. Felekin. Shikoni që ka ardhur domethënë
pra dy viza njëra pas tjetrës, si për njëra tjetrës, dhe lexoheshin in, felekin, përveç se ato vendoseshin poshtë shkronjës, por vinte gjithmonë në fund. Ashtu sikurse edhe tenvini edhe tenvini in vjen gjithmonë në fund të fjalës, nuk vjen asnjëherë në fillim apo pra në mes të fjalës. Vazhdo me shembullin tjetër. Dinin. Waqi'in. Vazhdojmë. Bi akhin. Hama'in. Pra, shohim këtu se ka ardhur një elif dhe elifi këtu ka ardhur së bashku me tenvinin in. Atëherë lexojmë in. Hama'in. Taradin. Vazhdojmë. Bi kharijin. Yabisatin. Shohim pra se ka ardhur viza tërheqëse sipër dhe zgjasim edhe pse ka ardhur pa jën e cila vinte pra në përgjithësi e pa shënjuar. Kurse këtu ka ardhur vetme, kështu që ne e kuptojmë. Yabisatin. Vazhdojmë. Bihafidhin. Vazhdojmë. Ghawashin. Bighadabin. Hinaidhin. Kujdes këtu sepse unë e lexova me zgjatje sepse ka ardhur pra siç e shihni, ka ardhur viza tërheqëse poshtë has dhe ka ardhur edhe jeja si shkronjë e medit sepse është e pashënjuar. Hinaidhin. Vazhdojmë. Lafi na'imin. Bibasitin. Vazhdojmë. Hina manasin. Fi falakin. Vazhdojmë me shembullin e parafundit. Fi hadithin. Dhe në fund. Adhabin ghalidhin. Këto ishin shembujt që neve kemi përzgjedhur për sa i përket leximit të fjalëve që në fund kanë tenvinin in, pra kesra. Mos harroni që ju duhet patjetër t'i shkruani në fletoren tuaj të shënimeve, t'i lexoni vetë ju dhe pastaj të bëni edhe krahasimin me mënyrën se si ne e kemi lexuar. Miqtë e kanalit ton, do t'ju rikujtoja që të abonoheni dhe ne do të lëmë takimin e radhës për mësimin e ri deri atëherë qëndroni në mëshirën e Zotit të Madhëruar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.